SBA-ja Nard, pyetje, a mund të dërgoj me vete këtyre prokurorëve dosje apo emra apo le të themi sinjalizime të mundshme? Kanë diçka ande ti thonë që shiko se kur të ktheheni keni 1 2 3 punë. Po me emra konkret, në dosje specifike, me informacione më saktë, me informacione konkrete. Unë di që SBA-ja ka kohë që bashkëpunon me SPAK-un edhe her pas here në SPAK ka pasur, si të thuash, personazhe ose nën punës së DEA-s që kanë qenë si ndihmës, le të themi ndihmës. Si personazhe të cilët kanë referuar në prokurorët e SPAK-ut. Kështu që edhe kjo mund të jetë, sepse ata e kanë informacionin shumë herë më të specifikuar dhe detajuar se sa policia shqiptare apo prokuroria apo shteti shqiptar në tërësinë e vet. Sidomos kur vjen puna tek kriminaliteti, tek ajo pjesa e drogës e veprave kriminale të cilat jo domosdoshmërisht janë në territorin shqiptar. Kështu që sigurisht mund të ndodhin të një histori e tillë. Pyetja e fundit, për diskutuar pyetja e fundit, në kuptimin çështja e fundit se mund të bëjmë ja 2 pyetje, është për goditjen e grupit kriminal, ku është përfshirë i Jetmir Pepa. Thot SPAK-u që godit grupi kriminal i strukturuar, ndërkombëtar, u ekzekutuan masat e sigurimit dhe u sekuestruan pasuri me vlerë 12 milion euro. Janë 8 episode të trafikut të drogës, të kryera gjatë periudhës 2019-2021. Ky grup ka operuar në Amerikën Latine, në Belgjikë dhe në Holandë, ku janë dokumentuar pra këto 8 episode në sasi të lartë të trafikut të drogës. Tani janë 232 pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme ndaj personave në hetim. Tani kur bëhet fjalë për pastrimin e parave, Nard, paska qenë shumë e lehtë, po e them kështu, po e bëj konstatim tani unë këtë. Ti pastrosh parat në Shqipëri. Tani ka shumë verë për pas kemi qenë gjithë këto vite. Jo. Në Shqipëri është shumë e lehtë ti pastrosh dhe pjesa e pastrimit të parave në Shqipëri ka shkuar kryesisht në ndërtim. Sepse po ta vësh re, ne Shqipëri, Tirana është, si të thuash, një nga ato kryeqytete ku 1 metër katror ndërtim ka shkuar gati si ta blesh në Paris apo në Londër. Që në këtë aspekt mendoj domethënë që është pastrim parash. Para. Dyta, ti vetë the domethënë që janë vepra penale të cilat vinë në vitin 2019-2021. Pra, janë të gjitha të zbuluar avokatë. Kanë ardhur për shkak të Encros dhe Sky ECC-s. Pra, nuk kanë qenë hetime të thelluara që i kemi bërë ne, por kanë qenë ato të cilat kanë ardhur për shkak të përgjimeve që kanë pasur organet legislatuese franceze, holandeze, gjermane. Nëse do eci me këtë ide, për mendimin tim, janë çështje pothuajse të rëna, sepse përgjimet e Sky Encrochatit dhe Ecros i kanë në pjesën më të madhe të Europës, nuk konsiderohen si prova. Gjykata kushtetuese e ka lënë shqiptare, e ka lënë asmish as peshk, duke i lënë një lloj mënyre mundësinë gjykatave tona të nivelit të dytë që ta interpretojnë një gjë të tillë, nuk e di se si mund të shkojë. Pjesa e konfiskimit e sekuestrimit të pasurive që thua ti, unë mezi pres që ti në një emision të radhës kur të jetë ai, po besoj se do jetë shumë i largët, të më thuash mua SPAK-u, shteti shqiptar ka konfiskuar. Ta them tani, domethënë nga 40 e kusur milion euro të sekuestruara për gjatë vitit 2025, pasuritë e konfiskuara janë diku tek 1.ca milion euro. Domethënë në raport është frikshme. Shumë pak të, domethënë, mos e ki drojtën se do bëjmë. Ti sekuestrosh është një gjë, ti konfiskosh është diçka krejt tjetër. Kur i sekuestrojnë këta thjesht ngren pazarin, i them unë. Një pjesë e pronave tani hajdem tako. Nga informacionet që kam unë, avokat, të një pjesë e mirë e pronave të cilat janë sekuestruar ndaj grupeve kriminale, grupe me emër, sot janë prapë në duart e atyre. Ose janë lëshuar zyrtarisht, ose janë vendosur në administrim të personave të cilët kanë lidhje me këta. Në këtë e digjititën gjitha nuk ka se çfarë të them tjetër. Në jap të jap një rast mos ta them as emër mbi emër sepse nuk duhet merrem me botën e krimit. Aty te ajo lagja ku jetoj unë aktualisht përpara 5 vitesh
Për shkak të pronarit i cili ishte një person me dëmb ndërkombëtare si trafikant droge, ai kishte nisur ndërtimin e 5-6 shkullave bashk, pra po flas për 30.000-40.000 metër katror ndërtim. Më beso, u vendos një administrator nga ana e shtetit aty, sepse ai normalisht domethënë ju sekuastruan, sikundur e thua ti, dhe të bënte çudi andi, domethënë që ato kullat e këtia ecën më shpejt, mbaruan më shpejt se të gjitha pallatet e tjera. Dhe kur pyetse ore, si është e mundur që këtu shkojnë gjërat? Ore tha, administratori tha e ka vënë shteti, tha, po tjerë tha i rregullon tha ai që është, që e ka pasur. Pra, e gjithë kjo histori është thjesht për të na marrë për hunde. Sepse këtu nuk ka konfiskim pasurie. Ajo që të thash më përpara në qasje, ne nuk kemi nevojë andi të bëjmë masa sigurimi personal të tmerrshme duke i futur njerëzit në burg, plasë aty mrena në burg. 2.600-2.700 veta i ke sot në paraburgim. Rreth 1.300-1.400 i ke vetëm me dënim. Pra e kupton domethënë se në çfarë pozicionesh jemi, është 2 fish atyre që janë paraburgosur, përkundrejt atyre që janë të dënuar. Ne nuk e kemi të nevojshme ta bëjmë gjë të tilla. Ne kemi të nevojshme të bëjmë një gjë tjetër. Leonard Garaj vlerësohet si një person që ka korruptuar për një tender XYZ, konfiskoi pasurinë dhe ndiqen në gjendje të lirë. Nardin të lodhet ai gjatë gjithë kohës, por në momentin kur ti ja merr pasurinë nga Aja TZ-ja, dhe ka mundësi për t'ia gjetur. Se ti nuk mund të shkosh vetëm te pasuria ime, do të shikosh te pasuria familjare, bla bla bla, historia të këtij tipi, atëherë ti e ke dënuar atë. Nuk është dënim ta çosh thjesht në burg, ti të rrihenja me pushime atje tek ai burgu ku ke shtëpinë ti afër në Durrës, bëj ca pushime atje, edhe pastaj thua, a mbarova unë. Po a që ai mund t'i ketë bërë dëm shtetit shqiptar, qytetarëve 100 milion, 200 milion euro? Çfarë përfitova unë ti shqiptarët në këtë mes? Asgjë. Pra kjo është ajo të cilën duhet të ketë qasje shoqëria shqiptare, shteti shqiptar e gjykata shqiptare në tërësinë e vet. Për të ardhur këtu, të thash një tjetër, duhen ndryshime ligjore të rëndësishme në kodin penal, po të them edhe një tjetër, duhet një mendësi ndryshe dhe sigurisht duhet një qeverisje ndryshe, me atë mendësi ndryshe, sepse çdo gjë këtu vjen nga politika. Shqipëria është aq shumë e politizuar, sa që është e pamundur që në çdo hallkë e këtij shtetit të mos ketë lidhje me politikën. Te tillë është. Atëherë, që ky shtet ecin përpara do duhet që ne të kemi një klasë politike të jetë sadopak e sinqertë, e ndershme kundrejt qytetarëve. Sadopak thashë, s'ka perfekte as kërkundi. Në ndërkohë, neve kemi një klasë politike ndër më të korruptuara që mund të ketë pasur ndonjëherë ky vend. Pse e them këtë? Edhe 100 vite më përpara andi, po flas për vitet 20. 20-30-40, ka pas një klasë politike, me sa kemë lexuar, të pasur, sepse atëherë me politikë merreshin të pasur të kryesisht. Kurse tani me politikë merret breg grisurit, që pastaj bëhen politikan dhe nga politikan bëhen pastaj oligark politikan, sepse vjelin derivata. Aso kohë në politikë merreshe Qetë Vërlaci, Xhafer Ypi, merreshe Ahmet Zogu, pra merreshin familje të cilat kishin një benefit, një background të fortë ekonomik dhe shoqëror. Jo sa atëherë nuk ka pas korrupsion, më kuptoj drejt, po të paktën ishte kjo pari e madhe e njerëzve. 100 vite më vonë, neve plebejt i kanë kthyer pllakën dhe janë bërë, si të thuash, bejlerë. Se në këtë histori ka përfunduar ky vend, edhe për shkak të 45 viteve në regjimin komunist. Por ne vazhdojmë të jemi në komunizëm. Ke në drejtim çunin e sekretarit të Partisë Komuniste të Shqipërisë të asaj kohe, Kristall Qarama ka qenë sekretar i parë i partisë në fundin e viteve 80 në Tiranë, dhe nga krah tjetër ke doktorin i cili ka qenë edhe pa ai sekretari i partisë, edhe ai një njeri i cili në një mënyrë apo në një tjetër ka qenë i përgdheluri i kohës. Pra ti nuk ke çfarë të zgjedhësh në këtë vend. Kthen syt Majtas, shikon Edi Ramën, kthen syt Datas, shikon Sali Berishën, ne jemi të marrë peng, si komp. Avokat, unë të falenderoj shumë. Patëm mundësi që të bënim ndoshta edhe pak një bisedë të lirë për ta zbërthyer të gjithë këtë gjë, unë bie shumë dakord, sidomos me fjalët e fundit që thatë për shoqërinë
tonë një shoqëri që realisht duke sikur jemi marrë peng edhe gëzohemi me faktin që 3 prokurorë kanë shkuar në SBA dhe inshallah i kanë dhënë me vete për shpërndar flet rrufet për të goditur korrupsionin. Këto kanë ngelur shpresë se ne mund ta tundim kokën sa të duam, por Po kjo është e hidhur është e hidhur.